Të Bishtazhinit u ndezën dritat festive, bashkë me organizimin e Betlehemit të gjallë, duke rikthyer atmosferën karakteristike të fundvitit në këtë fshat. Famulitari Don Lush Sopi vlerësoi kontributin e bashkëdhetarëve dhe të rinjve, të cilët me përkushtim kanë ndihmuar në ruajtjen dhe organizimin e kësaj tradite shumëvjeçare. Mërgjimtarët apo diaspora në mbështesin materialisht dhe pa ndihmën e tyre nuk do të kishim mundësi të bëjë të krijojmë një ambient të tillë, siç e theksova. Por ne këto, veçanërisht të rinjët dhe fëmijët, mundohemi që nëpërmjet fondeve të tyre t'ju krijojmë një ambient tërheqës atyre dhe nëpërmjet këtij frymëzimi të vinë me gëzim në famullinë e tyre dhe në shtëpitë e tyre në vendlindje. Në kuadër të festës së Zojës Ruzare, banorët zhvilluan një sër aktivitetesh tradicionale, përfshirë pjekjen e rakis, përgatitjen e banave popullore dhe pjekjen e bukës në qere. Përveç ndjekjes së këtyre ritualeve, vizitorët patën mundësinë të shijojnë edhe gatimet tipike të zonës, të përgatitura nga familjet vendase. Kjo është tradita e parëve, edhe nana dhe gjyshet tona dhe vjerat e krejtë kanë pjek bukën në qere. Kështu sinit e quë dhe na në vazhdimësi punën e tynve, për me po dhe tritë se shkon kultivimi i bukës kvalitet, edhe do më thonë se kështu nëzehet qerepi pjesa a parë, edhe në shohet këtu. Tani në shohet buka, pjeket me saqë edhe kështu se del dishka shumë në kulushtë.